akoma nuk e kuptojnë që politika në Shqipëri është në një ngërç, sepse ndërkombëtarët nuk po dinë më me këtë flasin, me këtë komunikojnë. Ju keni parë deklaratën që bëri për pavarësinë. Ha? Uro popullin shqiptar. Deklarata për zgjedhjet. Uron popullin shqiptar. Më fal. Po mi nuk ka këtu institucione ky shtet. Te ajo e pavarësisë kërkonte edhe luftën ndaj karteleve të drogës. Gjë që s'ka ndodhur më parë. Edhe herë, në të gjithë deklaratat futet lufta drogës, jemi në bashkëpunim me drejtësinë, këto janë retorika që janë fut tashmë në çdo lloj deklarate. Po çfarë mesazhi kërkohet jepet në këtë rast, sepse ky është një element shumë i rëndësishëm për t'u parë në fakt, sepse ambasada amerikane dhe gjithë politika zyrtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke përmendur këtu sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, në vazhdimsi e kanë potencuar këtë lloj mesazhi dhe këtë lloj kërkese luftën ndaj karteleve të drogës. Ndërkohë del nga ana tjetër Edi Rama, i cili thotë se unë kam mirë marrëdhëniet me Shtetet Bashkuar të Amerikës, duke u referuar ftesës së fundit, por edhe vizitës së vajzës së Donald Trumpit. Domethënë, çfarë po ndodh në këtë rast? Çfarë do të thotë? Nuk e di se ç'do të thotë që Viga Kalamani presidenti takon nga ty dhe që ka marrëdhënie shtetërore. Kjo është skandal. Pse i ka sjell një ftesë Shqipërisë. Jo Ramës. Shqipërisë. Kjo ishte loja Tony Blair, po ju them edhe herë. Tony Blair e ka bërë këtë, që ka vuar emrin e tij. Se normalisht duhet ishte në emrin e presidentit, ashtu siç kanë qenë gjithë vendet e tjera. Po Tony Blair duke qenë edhe pjesë e kësaj, ka bërë këtë lloj hile. Se dhe Kosova është republikë parlamentare dhe nga ana tjetër, po. Janë gjithë vendet e tjera që janë republikë parlamentare. Po pse Italia nuk është republikë parlamentare? Po. Por tash më vjen keq. Franca njërën tjetër, por kanë potencialet e tyre politike, përfaqësimet e tyre politike. Mirë po, një njeri që ti po e quan për kartelet të drogës, për pastrim parash, e ke akuzuar për cënin të sigurisë të NATO-s dhe të Amerikës. Më fal. Si mund ta ftoke ti dhe pas ka ky marrëdhënie të mira? Kur të gjithë organizmat fundi vitit për Ramën ka qenë tmerr. Sepse asnjëri nuk mori dhe tha, "Ore, erdhi kjo." Po mirë, po si është e mundur ku me 25 dhjetor Kushner dërgon shkresë zyrtare dhe thot pezulloj investimin në Sazane edhe në tjerë. Atëre, më fal, po si është e mundur që ai e pezullon deri në fund vitit 2026, thot tekstualisht, dhe vika në janar, vika pikërisht për këtë. Dhe pse u thash që është një takim i stisur nga Rama, i paguar, mirë paguar nga Rama, për të qenë ajo këtu. Dhe pse nuk u shoqërua ajo me Kushnerin kur vajti në zyrën e Ramës? Që duhet ishte shoqëruar, se kur bëjmë vizitat, si e leka burri, e leka grum vetëm. Me Dadon. E shoqëron ka Dado. E merr ka Dado e shoqëroka. E dil ka ky kryeministri tu e prit këtu bëhet pompozi. Pse për t'i hedhë i syve? Se thash, se ra viktime dhe opozita. Se ngrejti kartonin në opozita, kjo është kulmi, domethënë. Kjo është kulmi. Që opozita bie apo shkon në linjën e Ramës. Veprimet që bën shkojnë në linjën e tij. Dhe s'ka lidhje fare kjo. Dhe përgjigja më e mirë e të gjithë atyre që unë kam fol, apo të tjerët kam fol, për sa i përket që kemi kundërshtuar këtë lloj forme, ishte heqja e fotove nga pagja e Ivankës. Ka bërë vetëm disa story, domethënë mbi Bregdetin shqiptar. Jo, që gjithë. Dhe konkretisht Sazanin. Po pra u zhdukën gjitha. Pse? Se po t'ishte duhet i mbante. Po pra, sepse ka pas atë urdhrin atje.
Pse Edi Rama nuk e ftoi në parlament që Ivanka Trump të mbante një fjalim, qoftë edhe në mënyrë simbolike, pa pasur një përfaqësim politik apo zyrtar? Nuk mundet tash deri në këtë pikë, nuk mundet, sepse vërtet ajo është fëmia e presidentit Trump, nuk është më të këmbë si e Trumpit. Kuptojmë drejt. Amerika nuk funksionon në këtë lloj forme. Se po ta thirrë në parlament, mos harroni se duhet ishte edhe e dërguara ambasadës amerikane në Tiranë. E pa gjë ju që e shoqëroi ajo, pa ty që takoi ajo. Jo, kishte ardhur me disa arkitekt, siç u tha. E pa juve, sepse ju po përshtypje të gjithë to që e kanë analizuar. Pse nuk bëj përshtypje që kur ishte në inaugurimin e një kompanie amerikane, ajo ndodh aty, pavarësisht nga loja që bën Rama në sekondën e fundit që shkoi me gjithë Belinda Ballukun. Por u ndodh aty. Dhe si është e mundi, vika për një investim. Pikërisht goca e presidentit dhe ambasada nuk duket kërkundi. Nuk ishte në asnjë vend. Dhe jo më të guxonte ky ta thriste atje në parlament. Absolutisht. Po nuk do ta pranonte ajo ja. Ai edhe mund ta ketë ftuar. Ajo s'ka pranuar, ti je i bindur që s'ka pranuar. Dhe nuk do ta pranonte, dhe po ta mbonte këtë ftesë nuk e pranonte. Se nuk shkon niveli deri aty sa e llogarisin këta. Se vërtet ajo nuk është atje, po pozicionet i mban edhe çdo komunikim ajo e ka. Do më thonë atëherë ka ardhur si turiste edhe për të promovuar bukuritë shqiptare. Më ka ardhur thjesht e ftuar nga Rama për një darkë. Dhe të gjithë shpenzimet i ka Rama. Do më thonë për ty... Ka qenë Greqima. Me pak fjalë... Që të erdhi këtu, erdhi një vizitë zyrtare pompoze njërën tjetër. Qa bërë Rama? Rama nuk e deklaroi, po qa bërë? Ngrenë gjithë shtetin në kom, ngrenë gjithë policin, dhe shoqëroi gjithë policia me eskort. Ivanka ka qenë edhe herë tjetër në Shqipëri, në shul mes restorantit, ka hëngër drek, dhe s'ka pas absolutisht asnjë lloj problemi se s'e ka njohur njeria që është ajo. Se nuk është person publik. Nuk ka funksion. Po ky e bëri gjoja të fshet, po nga ana tjetër nxorri gjithë policinë, myti Vlorën me polici, me makina shoqërimi, shkoi edhe vet, dhe gjoja kjo ishte loja që bëri Rama. Rama në mënyrë kategorike, për ju them edhe njerën, Rama në mënyrë kategorike nuk e kalon oqeanin. Rama në Amerikë nuk shkon. Shtëpi të bardhë, Rama nuk arrin do të takoj rojen e shtëpisë së bardhë, do të takoj njëri në administratës Trump. Ta harron një herë për gjithmonë. Rama mund të shkojë në Amerikë vetëm para drejtësisë amerikane. Nëse shkon, do shkojë para drejtësisë amerikane. Kjo është taksative. Unë nuk di se kur. Unë sa herë më shpyetur, unë kam thënë data, nuk di gjë, se di unë se kur e ndodh. Por e vërteta është që Rama, jo vetëm Rama, po të them, nuk e kalon dot. Ta harroj. Sa i përket qëndrimit që pati presidenti amerikan Donald Trump, ku deklaroi në Davos se janë 2-3 lider të tjerë që unë nuk i duroj dot dhe nuk i shoh dot këtu, a mendoni se një prej tyre mund të ketë qenë Edi Rama në perceptimin ose në vetë ato çfarë ka dashur të thotë Trumpi, edhe pse ju e thatë pak a shumë pak më parë? Në lëvizjet politike apo diplomatike u lujt me Vjosa Osmanin. Unë kam thënë që gjithë vëmendja ka shku në Kosovë. Dhe për të qenë pjesë, qoftë edhe e kashillikut të serbëve, qoftë edhe për të thënë që ishte Shqipëria në tavolinë. Pra ta konsiderojmë Kosovën dhe Shqipërinë, se Kosova e Shqipërisë, domethënë pjesë krajinë e Shqipërisë. Dhe u lujt në këto dy forma, në të njëjtën kohë që ajo që Trumpi e deklaroi që ta ka lider që cilët unë nuk dua t'i shoh me sy. I pari është Rama që nuk do ta shohim me sy. T'jeni të bindur për këtë. Thash edhe një herë. Nuk e diskutoj këtë pjesë. Dhe
Thirrja Vjosa Osmanin pastaj tregoi që ai veprim tregoi që ti nuk je këtë tryezë. Nuk mund të firmosi Rama me Trumpin në një tavolinë. Dhe po ta veni re, të gjithë lëvizjet që Rama është munduar të bëj, ka qenë takimi që u bë i NATO-s, ku sekretari i përgjithshëm i NATO-s në atë takim mori vendet e Ballkanit dhe Ramën kryesisht, se për Ramën e boni ai atë, dhe ja dërgoi Trumpit për t'i prezantuar gjoja vendet e Ballkanit. Në atë moment Rama u bë shenjë dhe Rama ka hikur, e keni të filmuar. Rama është shkëputur nga grupi dhe ka hik, sepse u bë shenja Ramës për t'u larguar. Nuk mund të pranoj presidenti i Amerikës një person i cili tallet, bën barsaleta, bën sarkazma me vetë emrin e presidentit. Dhe këto lloj deklaratash që ai ka bërë, siç e bëri me Macronin, të stisura, të bëra gati për t'i bërë këto. Këto nuk mund t'i ka përcej dot një njeri. Vërtet, herën e parë, ai e bëri. Se ka dhe të mirë, ai i bën pastaj i lëpin. E kupton? Se nuk mundet, se është edhe paradoksale. Domethënë, ti del dhe i shan babën dhe gocën e thret për darkë, te i shan babën. A ka qenë Rama që ka thënë që Trumpi është e keqja e botës dhe do jetë prishja e marrëdhënieve Shqipërisë me Amerikën? Në CNN, po. Po pra, ky ka qenë, e ka bërë publikisht, nuk është se po them unë po e sajoj. A ishte ky që u tall me Macron dhe Macron i kërkoi falje Trumpit për atë, se u dha dhe në media. Nuk është se po e them unë nga kanalet të tjera. U dha dhe media. I kërkoi falje.